Tjetër, njëna dyja. Ne kemi një rregull, sado që jemi live dhe mund kemi mesazhe, ne telefonat i heqim nga tavolina, sepse përqendrohemi vetëm te debati, se do flasim për kamera. I heqim Po fare. për çfarë do flasim? I heqim fare nga Për syt. Lali, zonja mësuese. Do flasim për syt e qytetit. Qyteti do ketë sy. Sy çka? Dhe do themi atë këngën e syt. Qipa qipa. Qa qipa moj? Kamera. Në atë 4 anët, tu do diskutojmë sot. Duhen kamerat, s'duhen kamerat, do na ndihmojnë, qa mendimi kanë, qa po bëhet qyteti mënçur, thot, qa i mënçur, Allah? Se duhet i vendosim kamerat, Handash. Përse na duhen këto kamerat? Tomi. S'na mjaftojnë sytë tanë që shohin 360 gradë, jemi bërë të pabesueshëm, nuk na besojnë policat, nuk na besojnë policia, shteti, qeveria, qa ndodh? Unë do të filloj me i Gallat. Se Gallat është për gjithë jeta. Banorët e pallateve po ankojnë për ato syrat magjik digital. Që janë të dera? Që janë të dera, sepse shohin përgjën komshit ku qyri kush doli. Po. Dhe po shqetësohen komshit për Erionin që ka bërë... Ka qenë edhe në kohën e diktaturës ato. Jo, ka qenë, po nuk ishte e filmuar, ishte e parë me sy. Tani mund të filmohet edhe është i problematik për shkeli privatësie. Sepse ti mund të filmosh, po brenda shtëpisë tënde dhe jo jashtë shtëpisë tënde. Dhe kamerat është drejtuar nga komshiu. Se syri magjik, dera jote është dera komshiut. Dhe ti mund të shohësh kush hyn, kush del te komshiu. Mund ta lësh rekord, mund ta regjistrosh. E temera dhe kjo është... Ju që keni dashnore, bëni gati të dilni në mediat lokale. Citofonia ke shkalla, shef gjithë shkalla. Kur është me aktivizim kamer. Ne e devijoj debati, nuk e kishim aty, edhe kjo çështje interesante është, por... Mendo tani kamerat e shtetit. Por është problema jo, kini parasysh për qaftit. Po, e qartë, jo. Shumë ide, zotëri. O Faik, na trëmbi kjo, vlla. Ja, mas duhet marrë kaq seriozisht. Si ta marrim? Çështja e trëmbjes, do të thonë, çështja e problematikës se shiko, ndoshta ajo pjesa e privatësisë brenda një shkalle merr diskutim, ndërsa çështja e monitorimit të qytetit është krejt gjë tjetër dhe është proces sigurie i cili lind si nevojë e rritjes së aktivitetit, e shtimit të kriminalitetit, e shtimit të problematikave, lind si nevojë e faktimit të situatave të ndryshme, lind si nevojë e ndjekjes dhe gjurmimit të problemeve të krimit, të bandave, të keqbërësve. Ta pranojmë që policia ka falimentuar. Shiko, në fillim policia, në fillim policia ka qenë me hanxhar. Po. Tani ka pistolet. Çfarë themi ne, dështoi hanxhari? Po jo, është modernizim. Pra, është modernizu, vjen modernizu. Ndoshta nesër nuk do kenë kamera, po mund të jetë sistem më i sofistikuar që mund të monitorojë gjithë qytetin, po kjo është, po mund të jetë fiks me dron.